Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Akrepit. Atëherë, sot do bëjmë parashikimin për muajin prill edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një muaj sa më të mbar të gjithëve. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Këtë video mund ta dëgjojnë dhe të gjithë ata që kanë ascendenten ose hënën në shenjën e Akrepit. Dhe shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Dhe shohim javën e parë. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali. Dhe shoh javën e parë, në javën e parë shoh që nuk e di, por kemi të bëjmë energji të shenjave të ujit dhe komplet energji të shenjave të ujit. Ju sikur largoheni nga një dashuri, ose ju dëshironi të jepni një dashuri dhe një person largohet nga ju. Ndërkohë shoh që jeni përqendruar shumë në humbjen e këtij personi, për një pjesë prej jush, dhe këtu flasim për gjithë ata që mund të jenë në situata të tilla, por ndërkohë nuk shikoni mundësitë dhe ofertat që ju vijnë. Për një pjesë tjetër, ju në marrëdhëniet tuaja, ju largoheni duke lënë mbrapa situata të vështira për të marrë një drejtim më të mirë për veten tuaj. Ju shoh me plane që ju mund t'i keni bërë, ndoshta që i bëni që në fillim të këtij muaji, por që do jeni dhe duke i rishikuar planet tuaja për të marrë një drejtim më të mirë për veten tuaj. Ndërkohë, jeni përqendruar shumë në humbje, mund të jetë humbja e një personi, mund të jetë humbja e një pune në një rast tjetër, në rastin tjetër mund të jetë një humbje ekonomike dhe ju shoh që jeni përqendruar në një lloj trishtimi, por karta ju thot, lërini gjërat të rrjedhin, shikoni mundësitë dhe ofertat që do t'ju jepen gjatë javës së parë. Kjo mund të ketë lidhje edhe me situata të ndryshme që keni. Ju mund ta merrni edhe në situata të tjera, por mund të jetë humbje pune, ekonomike ose diçka tjetër, por ju shoh që largoheni për të marrë një drejtim më të mirë për veten tuaj. Lajme të mira do keni gjatë javës së parë për një pjesë prej jush. Dhe shohim javën e dytë. Në javën e dytë kemi të bëjmë energji të shenjave të zjarit, energji të shenjave të tokës dhe përsëri këtu zjarr, energji zjari. Ju shoh që ju jeni dëshironi të largoheni, të lini mbrapa probleme, situata të vështira, ndoshta një njohje, një lidhje ose një marrëdhënie që mund të ketë qenë e vështirë për ju, për të marrë një drejtim më të mirë për veten tuaj. Ndërkohë, ju do të regoni shumë të kujdesshëm. Dëshironi të mbyllni një cikël të vështirë. Ju shoh shumë të lodhur, ju shoh ndoshta, nuk e di, por mund të jeni për pjesën e personave që dëshirojnë të futen në një njohje, shoh dhe personi mund të largohet, ju do të regoni pak të mbyllur me këtë person. Në rastin tjetër, për gjithë ata që largohen nga një njohje ose lidhje, jeni përqendruar në një lloj trishtimi, dëshironi të lini mbrapa situatat, dëshironi të mbyllni gjithçka në lidhje me dashurinë, me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet, dhe sikur nuk dëshironi që këtë gjë ta ndani dhe me persona të tjerë. Në rastin tjetër, për një pjesë tjetër, ju mund të keni pas disa probleme te vendi punës, me projektet ose me bashkëpunimet tuaja. Dëshironi që të largoheni dhe të lini mbrapa këto situata, por ju shoh edhe me qëllime dhe me shumë pasion në veten tuaj për t'i çuar gjërat para. Ndërkohë, ju do mbyllni situata të vështira që keni kaluar. Ndoshta ju shoh shumë të lodhur, të lënduar një pjesë prej jush, por ju shoh edhe të mbyllur. Nuk tregoni të hapur, ju nuk i tregoni gjërat sepse i mbani për veten tuaj, ju shoh këtu. Në lidhje me punën tuaj ose edhe nga ana ekonomike, ju do t'i vendosni qëllime vetes për të ndryshuar gjërat duke mbyllur situata të vështira dhe shoh që do merrni një shumë të konsiderueshme parash. Por duke marrë këto para, do jeni duke menduar ose për të hequr disa kursime,
në një rast, ose në rastin tjetër mund të jeni duke menduar për të investuar përsëri te puna juaj, në një bashkëpunim, në një partneritet ose në biznesin tuaj. Dhe vazhdojmë në javën e tretë, ose mund të jetë një investim te fëmijët tuaj në një rast, mund të jetë një investim në familjen tuaj, në shtëpinë tuaj për një pjesë tjetër, ose mund të jetë që ju të investoni për të bërë edhe një trajnim, një kurs, mund të investoni në lidhje me dokumentat tuaja, ose ju dëshironi që të filloni diçka të re dhe dëshironi të investoni aty. Mund të jetë një biznes i ri, një punë e re. Dhe shohim javën e tretë. Në javën e tretë kemi të bëjmë energjitë shenjave të ajrit, përsëri energjitë shenjave të ajrit dhe energjitë shenjave të zjarit. Në javën e tretë ju do harini të lini të gjitha vështirësitë mbrapa, mund të lini një vështirësi që keni kaluar në lidhje me një njohje, me lidhjet ose marrëdhëniet tuaja në çift, dhe do të jepni një drejtim më të mirë gjërave, më të qetë. Shoh që jeni shumë të lodhur, ndjeni shumë të lodhur, keni nevojë të qetësoheni, të merrni një pushim për të menduar se si do të jepni drejtim situatave në lidhje me dashurinë. Dhe këtu flasim edhe në lidhje me punën tuaj, sepse ju do t'i lini mbrapa vështirësitë në punën tuaj, me projektet, me bashkëpunimet, me karrierën tuaj, dhe do merrni një drejtim më të qetë. Për disa prej jush mund të shkoni të pushoni dhe diku dhe të ndjeni të qetësoni veten tuaj. Por përsëri në mes të javës së dytë, të tretë, ju shoh që ndjeni shumë të lodhur, keni nevojë për një pushim, sepse gjithë kjo lodhje psikologjike që mund të kaloni gjatë këtij muaji, ju sugjeron që të bëni një pushim, por dhe një kontroll mjekësor. Duhet keni kujdes me shëndetin tuaj. Gjithsesi, në fund të javës së tretë, këtu kemi 6-ën e shkopinjve, ju do jeni në lëvizje, do keni udhëtime të shkurtra ose të gjata, por ndërkohë ju do harini t'ia dilni me sukses në çfarë do lloj situate që të jeni, sepse shoh një sukses, një fitore për ju. Të gjitha situatat që mund të kaloni gjatë muajit, ju do harini të jepni drejtim situatave, por ndërkohë do harini që një lloj suksesi dhe një lloj fitoreje. Do keni mbështetje edhe nga persona dashamirës, por mund të keni edhe persona ziliqar rreth vetes, që ndoshta do bëjnë sikur ju mbështesin. Ndërsa për pjesën tjetër, edhe për pjesën e dokumentave, ju shoh do të jepni drejtim, ndoshta ju ka lodhur pak kjo situata e dokumentave, por ju shoh në udhëtime, ju do harini të dilni nga këto situata dhe të bëni një udhëtim. Dhe në lidhje me shëndetin tuaj, edhe këtu ju shoh që ju do të jepni drejtim situatave edhe me shëndetin. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e katërt, si do jetë. Në javën e katërt kemi të bëjmë energjitë shenjave të tokës. Këtu kemi të katërt energjitë shenjave të ujit, që jeni ju vetë, të ajrit, të zjarit, por dhe të tokës. Dhe këtu kemi energjitë shenjave të tokës, por ju mund të keni dhe ascendenten ose hënën në këto shenja. Ju shoh në dilema. Një pjesë prej jush mund të jeni midis dy personave, dy njohjeve, mund të jeni në lidhje me dashurinë, mund të jeni midis dy situatave, dy blerjeve të ndryshme, mund të jeni midis dy punëve të ndryshme, ose ju dëshironi të vendosni një lloj ekuilibri në jetën tuaj, si në dashuri, me punën tuaj, por dhe nga ana ekonomike. Dhe shoh kemi kartën e magjistarit, shoh që ju do harini të realizoni gjërat që ju dëshironi, të dilni nga këto, do harini të ekuilibroni situatat dhe shoh realizim. Mund të realizoni një dashuri, një njohje të re që dëshironi ta bëni, sepse i keni të gjitha kushtet për ta bërë këtë. Në rastin tjetër, ju mund të realizoni një punë ose për ta çuar para, sepse i keni të gjitha mundësitë. Për pjesën tjetër, në lidhje me dokumentat, ju mund të realizoni pjesën e dokumentave sepse i plotësoni të gjitha kushtet. Por edhe anën tuaj ekonomike, sepse e shoh shumë fort, do jeni në një pozicion
të pavarur, ju do harini të stabilizoni anën tuaj ekonomike, por do stabilizoni dhe anën tuaj emocionale deri në fund të muajit. Sepse ky realizim dhe kjo fitore dhe ky sukses që do keni, do t'ju bëj ju që ju të ndjeni të realizuar me veten tuaj, pavarësisht sfidave që mund të kaloni gjatë këtij muaji. Dhe thamë, kjo ka lidhje si në lidhje me dashurin që ju me një njofje, që ju do arrini ta stabilizoni këtë njofje, për pjesën tjetër në marrëdhëniet tuaja, dhe për disa të tjerë kjo ka lidhje me punën tuaj, por dhe nga ana ekonomike. Gjithsesi, është një javë fantastike, pavarësisht mund të keni disa dhe nuk janë vështirësi, sepse ju largoheni gjatë këtij muaji nga vështirësitë, mbyllni situata të vështira, thjesht ndjeni pak të lodhur dhe duhet të dilni nga një lloj trishtimi që ju mban te humbjet e së kaluarës, te gjëra, te persona që keni humbur, te një punë që mund të keni humbur, ose mund të jetë edhe diçka ekonomike, nga ana ekonomike, humbje ekonomike, ose në rastin tjetër ju mund ta merrni dhe në situata të ndryshme. Dhe unë do marr një mesazh nga angjëjt për të parë se çfarë ju thot, çfarë mesazhi ju japin për këtë muaj. E rëndësishme është që ju jeni fitimtar, keni sukses, do arrini të realizoni, do arrini një lloj stabiliteti, pavarësie, por dhe një lloj sigurie brenda vetes tuaj. Dhe marrim këtë kartë qira, edhe pse doja të nxirrja diçka tjetër, dhe kemi asin e monedave. Dhe ju thot, është një periudhë shumë e lumtur, thot. Nga ana ekonomike, e rëndësishme është që të bëni kontrata të rëndësishme. Tani, kjo kartë tregon një lloj sigurie, tregon një pozicion të favorshëm, si në lidhje me dashurinë, do jeni duke menduar për të stabilizuar njofjet, lidhjet ose marrëdhëniet. Në një rast, në rastin tjetër për stabilizuar anën tuaj ekonomike, dhe për disa të tjerë mund të jetë që ju do lindni kontrata të rëndësishme gjatë kësaj periudhe që do t'ju japin siguri ekonomike. Ndërsa për një pjesë tjetër mund të ketë lidhje me pjesën e dokumentave. Për një pjesë tjetër mund të ketë lidhje me situata shëndetësore, sepse folëm edhe për këtë gjë, mund të ketë lidhje me pjesën e dokumentave. E rëndësishme është që është një periudhë që ju do jeni duke menduar seriozisht, do ndjeni më të sigurt, por do t'i jepni drejtim çfarë do lloj kontrate që mund të keni gjatë këtij muaji. Është një muaj fantastik edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një muaj sa më të mbar, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Atëherë ju uroj dëgjim të këndshëm të kësaj videoje.